Ishte një satisfakcion i papërshkruar. Unë jam aktore e teatrit Migjeni të Shkodrës. Kam 3 vite që bëj instruktore në qendrën kulturore të fëmijëve dhe hera e parë që bëj një pjesë të mirë fillt në skenë dhe kjo u realizu me shumë sukses. U shpërbly mundi, sakrifica, puna, përkushtimi e gjithë shka tjetër. Jam shumë e lumtur, kam një ekip të mrekullueshëm, Shkodra ka fëmijë jashtëzakonshëm që shkëlqejnë në të gjitha kompeticionet. Kemi qenë edhe vjetë këtu në këtë festival. Kemi qenë në këtë festival edhe vjetë kemi marrë çmimin e tretë, kurse si mjetë u vlerësuam me çmimin e parë. Ishte një emocion i papam. Nina kena bërë shumë përgatitje për me arrit deri në këtë pikë, edhe du me falenderu shumë instruktorën tonë, Zysh Dranë dhe Gjajnë, edhe sigurisht qendrën kulturore të fëmijëve Shkodër Kujtim Alia, që na kam lënë tonë bashkë për me dhënë një pjesë kaq të bukur me një mesazh kaq të fortë, që besoj tonë duhet me fa. Shfaqja jonë ka qenë musical Matilda, e cila ka folë për një vajzë që prindrit e saj nuk e trajtojnë shumë mirë. Ajo është një studente shumë e mirë që lexon shumë libra, por të dëshirën e librave prindrit e saj nuk e pëlqejnë. Dhe ajo është një shkollë ku nuk ka shumë mbështetje nga drejtoresha e saj, pra është drejtoresha e keqe që jam unë. Edhe ka mesazhe të forta mbi librat, mbi leximin, mbi dashurinë familjare. Ne kemi vënë në skenë më përpara në teatrin Migjeni Shkodër, që kemi vënë disa herë me aktorë të rritur, por tani për ta vënë këtu në festivalin e Beratit, rolit të rriturve i bëm ne fëmijët. Unë quhem Jasmin Çoku dhe kam marrë çmimin e parë protagonist. Ne gjithashtu kemi marrë edhe çmimin e parë si aktrimi më i mirë, Matilda. Jena shumë të kënaqur edhe kena punu shumë për këtë punë. Edhe nëse ko kanë diçka që asuma me përshkru, ko kanë një emocion shumë i bukur. Bravo! Ne kemi marrë pjesë edhe në festivalet e tjera, me tamam ne kena përfaq Matildën edhe në teatr, por këtë emocion deri tash nuk e kena marrë hala, përveç sa që ishte një emocion shumë i bukur. Shtindësi është një privilegj dhe një kënaqësi shumë e madhe, por për te kënaqësisë është një përgjegjësi shumë e madhe, edhe shoqërohet me një frikë madhe pas atyre momenteve të kënaqësisë që a do sjellin vitin tjetër një vepër që ta mbajnë po kaq dinjitoze sa që sollëm edhe këtë vit, dhe çdo artist kjo frika e mban me një tension të vazhdueshëm që ndoshta është një gjë shumë e mirë për të mos ndetur në zonën e rehatisë, por për të këmbgulur, për të sjellë projekte akoma dhe më të bukura. Është një kënaqësi shumë e madhe sepse edhe gara të jep forcën dhe vetë konkurenca të bën që të shtysh akoma më shumë, që të punosh akoma më shumë dhe që të sjellësh projekte akoma më të mira. Është një shfaqje në cilën unë e kam shkruar vetë, por bazuar në historinë dhe në jetën e vërtetë të piktorit të madh hollandez Vincent van Gogh. Ai ka qenë një artist i madh i cili nuk është vlerësuar prej kohës, por sot që flasim 130 vjet më vonë, ai është një ndër piktorët më të mëdhenj dhe nëpërmjet kësaj shfaqje unë dua të japim mesazhin që ne nuk duhet të demoralizohemi nga mendimet dhe gjykimet e njerëzve, por e rëndësishme është të dëgjojmë zërin edhe thirrjen tonë të brendshme për të ecur gjithmonë para. Mirupafshim Matilda. Si vazhdon historia? Tashmë, as vetë nuk e di. Ta them më vonë, mirupafshim zonjë Eliza. Pse nuk pësojni? Pse nuk e bindeni urdhave të mia? Çojuni morë! Çojuni në këmbë! Do të respektoni! Ti moj Matilda, ti e ke faj për që shka ti ju ke dhënë shpresë këtyre krimbave! Matilda, e shoqa ime më mirë.
Ishte e lumtur. Do doja t'ju thoja që ajo mori dashurinë që meritonte. Por me sa duket, jo të gjitha historitë kanë një fund të lumtur. Hajde, Belgot, do shkojmë në shkollë. Shtek. Nuk e di, It isn't much, but it is enough for me. Larg në qiell, do ngjiten unë do prek çdo që ngritur. Do ta hapë të shkoj ku dua, do flek kur të dua, vetë do jem i lirë kur të rritem unë. Kur të rritem unë, çdo stuhi do ta kaloj, askur s'mund të më ndaloj, pengesa më nuk do të kem. Mar që lufton për ne. Të rritem unë, çdo stuhi do ta kaloj, askur s'mund të më ndaloj, pengesa më nuk do të kem. Kur rritem veç, do di që rritem si do kesh për rritem, më vonë zemër që kujton për te, më frizon te. Shfaqjes 8 persona plus 2 Berat.